Pas Giro d'Italia, Vlora do të pres një tjetër aktivitet të rëndësishëm, turin e 82 ciklistik të Shqipërisë. Në këtë kuadër, Policia e Shtetit ka hartuar një plan masash për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, i cili zhvillohet në 5 etapa në disa qytete të vendit. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, policia kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve për shmangjen e kalimit në rrugët ku do të zhvillohet ky aktivitet. Etapa e tretë do të mbahet më datë 28 maj 2025. Të bllokuara do të jenë Unaza e Fierit deri në Levan, nga ora 14:15 deri në orën 15:20, autostrada Levan-Vlorë nga ora 15 deri në orën 15:50, Pusi i Mezinit, rruga e re deri tek Sahati nga ora 15:35 deri në orën 16, ndërsa etapa e katërt do të mbahet më datë 29 maj 2025. Rrugët që do të bllokohen do të jenë Bulevardi Kryesor Pusi i Mezinit nga ora 11:40 deri në orën 12:20, Pusi i Mezinit Peshkëpi nga ora 12 deri në orën 12:30, rruga Peshkëpi Kuç nga ora 12 deri në orën 13:45, rruga Kuç Qeparo nga ora 13:30 deri në orën 14:10, rruga Qeparo Himar nga ora 13:40 deri në orën 14:25, rruga Himar Dhërmi nga ora 14 deri në orën 15:10, rruga Dhërmi Orikum nga ora 14:45 deri në orën 15:30, rruga Orikum Vlorë nga ora 15:10 deri në orën 16, ndërsa etapa e 5 do të jetë në datë 30 maj 2025, ku rrugët që do të bllokohen do të jenë Bulevardi Kryesor Pusi i Mezinit nga ora 9:30 deri në orën 10:20, autostrada Vlorë-Fier Unaza e Fierit nga ora 10 deri në orën 11:15, rruga Fier-Saver nga ora 10:05 deri në orën 12, Saver dalja në Levan nga ora 11:45 deri në orën 13, rruga Levan Qendër Fier nga ora 12:40 deri në orën 13:15. Qytetarët njoftohen që të shmangin lëvizjet në këto data dhe orare në këto rrugë.